Faikonica la në Amerikë rreth 2000 tituj dhe një ndër dëshirat e tij të fundit ishte rikthimi i bibliotekës së tij në Adhe, e cila ishte e pasur dhe që janë zbuluar vetëm 4 vepra. Disa prej tyre mund të jenë djegur, humbur apo dhe shkatruar nga ndonjë motiv. Të tjerat me siguri janë trashëguar ose gjenden në bibliotekat përtej kontinentit, ku për herë të fundit janë ata të cilët presin të kthehen në Adhe. Një ndër dëshirat e fundit ishte rikthimi i bibliotekës së tij në Adhe. Faikonica la në Amerikë rreth 2000 tituj, një bibliotekë e pasur nga e cila janë zbuluar vetëm 4 vepra. Studiuesi Agron Alibali, që në atë kohë ishte Harvardin, ka punuar për një monografi të Faikonicës. Aty u njoh edhe me amanetin e shkronjësit, duke nisur kështu një rrugtim që përmbushet sot në Tiranë. Bibliotekës Kombëtare të Shqipërisë janë dhuruar 4 tituj nga ato që i përkisnin bibliotekës së Konicës. Ato kanë vullën me inicialen e shkrimit, por edhe dedikimit që Azdreni, Gjergj Pishta dhe Petrota ja dhuruan veprën e tyre Faikonicës. Ndërsa janë gjetur vetëm 4 nga titujt e bibliotekës së Konicës, Alibali vijon të kërkojë për të tjera vepra që mbajnë vullën e tij. Disa prej tyre mund të jenë djegur, humbur, por edhe shkatruar pa ndonjë motiv. Të tjera me siguri janë trashëguar apo gjenden në bibliotekat përtej kontinentit, ku u pan për herë të fundit edhe që presin të kthehen në Adhe, aty ku edhe Konica do të dëshironte të gjendeshin.